Pas varimit të djalit të tij, babai I Gjestit nuk ka mundur të qëndrojë në heshtje përballë asaj që ndodhi në ceremoninë martore. Në vend që të ishte një moment I shenjtë dhe I qetë për t'i dhënë lamtumirën e fundit birit të tij, atmosfera u turbullua nga prania e shumë fansave dhe personave të njohur që erdhën jo për dhimbje, por për të bërë video dhe foto për rrjetet sociale. Ky veprim e ka lënduar thellë familjen, duke ja shtuar edhe më shumë dhimbjen e humbjes. Ai u shpreh se nuk e kishte menduar kurrë se ditën e varrimit të djalit të tij, në vend të lotove, do të shihte kamera dhe telefona të drejtuar drejt varrit. Sipas tij, respekti për të vdekurit dhe për familjen që po kalonte tragjedinë ishte zhdukur përballë etjes për klikime dhe famë. Ai e quajti këtë sjellje jo vetëm të papërshtatshme, por edhe fyese për kujtimin e djalit. Në fjalën e tij, babai I Gjestit u shpreh se humbja e një fëmie është dhimbja më e madhe që mund të përjetojë një prind, por për ta përballuar këtë dhimbje, duhej qetësi, solidaritet dhe respekt nga ata që ishin të pranishëm. Përkundrazi, ai u përball me njerëz që shihnin tragjedinë si një mundësi për të fituar vëmendje në rrjetet sociale. Ai gjithashtu theksoi se nuk ka asgjë kundër njerëzve që erdhën për të ngushëlluar sinqerisht dhe për të ndarë dhimbjen me familjen, por ajo që ndodhi në ceremoninë martore tregoi një mungesë të thellë ndjeshmërie. Për të, dhimbja private e një familjeje nuk duhet kurrësi të bëhet spektakël publik. Në fund, ai u bëri thjerrje të gjithëve, që në raste të tilla të mos harojnë arsyen e vërtet pse ndodhen aty, për të nderuar jetën e ndjerit dhe për të respektuar familjen që po përjeton tragjedinë. Ai e mbylli fjalën e tij duke thënë se djali I tij meritonte një varim me dinjitet, jo një skenë të shëmtuar për ndjekës e klikime.